E pat dje çfarë ndodhi me zëdhënësin e Bufit. E pat çfarë ndodhi me zëdhënësin e Bufit, me një kukumjaç këtë Bufit që doli dhe tha Edi Rama dështoi në tentativën e tij për të shkuar në Beograd, për të takuar Vučićin dhe përmes Vučićit aty te aneksi i Kuzhinës për të bërë sikur takohet rastisht me djalin e Trumpit. E pat çfarë ndodhi? U katandis puna që edhe familja e presidentit të Shtetet Bashkuara të përgënjeshtroi Kënetën. E kuptoni ju se në çfarë lloj marrëzie ju ka futur Bufi, 80 kusur vjeçar që flet për qartë, edhe që e ka ndarë mendjen që do të bëj çorap me para Shqipërinë, se më thoshte dje një i njohur i tij, që s'ja përmend dot emrin, më thoshte ore, kur njeriu është i fiksuar, nuk ka rëndësi fare mosha. Hiç. Ecën përpara në fiksimin e tij edhe pavarësisht sa shumë rrjedh, vazhdon vendosmërisht. Po si mund të katandiset një parti politike në këtë farfeje? Do me thënë, godasin, fusin, krijojnë një thashë them absurd, total. Madje unë nuk vajta as te funerali i Papës, sepse prisja që vllau jem Vučići në Beograd, se më shkrin fare dhe këta kënetarët e Kosovës që kanë të tjera nota melodike ata kur i përputhen Kënetës, ata e kanë me Vučićin, po më shkrin fare me këto teori.